mbrëma gjithëve. Ju faleminderit që keni ardhur në këtë konferencën për këtë tonën të radhës për sonte. Lejoni që me bazë të rezultateve tona që kemi pranuar nga tereni tashmë nga komisionerët të vëzhguesit të shpallin fitoren tonë në Prishtinë. Këto rezultate tashmë janë të pamohueshme, të pakontestueshme. Kemi numëruar shumicën e qendrave dhe situata është e tillë që lëvizja vetëvendosje tani më do qeverisë në Prishtinë për 4 vite të ardhshme. Diferenca është e tillë që nuk mund të përmbyset. Pra edhe një herë ne shpallën fitoren lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë. Lejoni që me këtë rast falenderoj vëzhguesit, komisionerët, qytetarët e Prishtinës, ata që votuan për lëvizjen vetëvendosje dhe ata që votuan për kundërkandidatin tonë, sepse ne besojmë që Prishtina është e të gjithëve, e gjithë qytetarëve dhe ne do qeverisim në Prishtinë në atë mënyrë. Pra do jemi qytet i qytetarëve për qytetarin dhe për qytetin. Jeni gjithashtu të falenderoj vullnetarët, aktivistët, qytetarët që këto 2 muaj kallëzuan një solidaritet të paparë në Kosovë, qysh prej viteve të 90-ta. Jeni gjithashtu të falenderoj edhe ata që sot kallëzuan nga dishmëritë që dalin për kundër motit, i cili nuk ishte në mëngjes i mirë, për kundër motit të dalin me një numër të madh, edhe ky numër i madh ishte edhe një shënjues i nevojës për ndryshime në Prishtinë, edhe një shënjues i qytetit të Prishtinës që do ndryshoj dhe do ndryshimin dhe e ka votuar ndryshimin. Lejoni të them edhe një herë që Prishtina do të jetë e gjithëve, pa dallim partie, pa dallim subjekti. Lëvizja vetëvendosje do qeverisë në këtë mënyrë. Pra ne duam që qyteti i Prishtinës të kthehet qytetarit, të jetë në funksion të qytetarit, të jetë për qytetarin dhe të jetë një shembull dhe model se si duhet qeveriset në Kosovë dhe duhet të jetë një shembull se ky vend dhe ky komb mundet, din dhe nëse organizohet, mobilizohet, ky vend do fiton. Lejoni gjithashtu që përveç këtyre falënderimeve dhe themi shpalljes së fitores, them që puna jon nuk përfundon me këtë moment. Pra procesi zgjedhor nuk përfundon tani. Procesi zgjedhor vazhdon edhe në qendër të numërimit. Ne kemi nevojë që këtë proces ta përfundojmë në mënyrë sa më të mirë të mundshme dhe në qendër të numërimit kemi një proces po aq të mirë. Ne sot me komisionerët e vëzhguesit tanë jemi për kujdes që vota e qytetarit jetë e lirë, të jetë fair dhe e drejtë atyre për të vendosur, të jetë e garantuar. Dhe duam që këtë proces ta përfundojmë si duhet. Dhe qendra e numërimit dhe procesi i numërimit në qendër të numërimit është shumë i rëndësishëm që të kemi një fitore të demokracisë në Kosovë, një fitore të demokracisë në Prishtinë. Pra, e lusim edhe vëmendjen e juaj për këtë proces. Nuk është e mjaftueshme dhe nuk është e bollshme që sonte themi u fituan zgjedhjet, është e domosdoshme që procesin ta përfundojmë si duhet, ashtu siç i ka hije një qyteti, një kryeqyteti të një republike e cila mund të bëhet dhe do të bëhet. Ne në lëvizjen vetëvendosje besojmë që rruga jonë përpara është e drejtë dhe ne besojmë që rruga jonë përpara do jetë një rrugë me cilin do e kthejmë besimin në politik, do e kthejmë besimin në aktivizëm politik dhe do e kthejmë besimin në një qeverisje të mirë në Prishtinë. Pra edhe një herë po e ripotencoj 3 pika të rëndësishme. E para, rezultatet na tregojnë për fitore. Këto rezultate nuk mund të kthehen tani më, sepse kanë kaluar hapësirën e duhur dhe pra ne shpallim fitoren sot. E dyta, i falenderojmë çdo gjithë që na kanë ndihmuar. Çdo gjithë. Falenderojmë gjithë ata që kanë votuar sot. Edhe një herë po e them, Prishtina do jetë e të gjithë. Dhe në fund duam që ky proces të përfundojë si duhet. Ju falenderoj, nëse keni ndonjë pyetje, jam i hapur. Sa është diferenca Diferenca është mbi 3000 vota dhe besojmë që kjo diferencë me numrin me vendvotimet e panumëruara është e pat tejkalueshme, pa katastrofishme tani më, pra është një diferencë e cila nuk mund të thehet apo të kthehet. Sa ishte vështirë të tejkalohet një rezultat një dallueshmëri prej 8000 deri në 10000 vota për ta përmbysur atë në raundin e dytë të Shqipërisë. Besoj që ajo çfarë lëvizja vetëvendosje në këtë fushat ka dëshmuar është që një alternativë e mirë, një organizim i mirë, një solidaritet qytetar, një aktivizëm në teren ku shpaloset programi dhe alternativa lagje më lagje, fshat më fshat, i bind që të gjithë që rruga e duhur përpara është rruga e lëvizjes vetëvendosje. Pra, kandidati i lëvizjes vetëvendosje, Shpend Ahmeti, ekipi i tij, organizata jonë, jemi munduar që për këto 30 ditë prej datës 3 nëntor deri më sonte të vizitojmë secilin lagje, secilin fshat, të prezantojmë programin tonë para secilit qytetar dhe të jemi të sinqert. Pra të sinqert në atë çfarë themi. Dhe kemi nevojë
kemi nevojë që edhe njerë të ripotencojmë, që krejt kjo do ishte pa mundur, pa vëzhguesit dhe komisionerët. Pa vëzhguesit dhe komisionerët të cilët e kanë mbrojt votën, janë siguru që kjo të jetë një ditë ku festohet edhe demokracia, edhe ku festohet edhe fitoria e shpendit, dhe lëvizjes vetëvendosje. Dhe në fund, besoj që është e rëndësishme dhe të festojmë në fitore, por të festojmë në mënyrë të organizuar, të festojmë në mënyrë të duhur, të festojmë në mënyrë që i ka hije një kryeqyteti. Dhe i ftoj gjithë qytetarët që tash të jemi prej 20 minuta e tutje, pas 20 minutave të na bashkangjitën në sheshin Skënderbeu, ku do e kemi edhe zërimin, edhe gjitha pajisjet e domosdoshme që të kemi një fest që i ka hije një fitore të qytetit. Urnoj. Bukuria Bajrami Rukova fitore. Jeni kritikuar nga partia rivale se keni bërë diferencime. Fshat qytet. A do të thotë që në këtë fushat baletazhi, lëvizja vetëvendosje ka arritur me shpalosni programin e saj në fshat. Ne besojmë që lëvizja vetëvendosje nuk është ajo që bën diferencime. Është lëvizja vetëvendosje ajo e cila bën tubime çdo ditë të vitit, çdo javë të vitit, çdo muaj të vitit, pa ndërprerje jo vetëm në fushat. Dhe ajo çfarë kemi pas ne nevojë është që të sigurohemi që ky program, ky alternativë të spjegohet më mirë dhe më shumë në disa vende, dhe jo vetëm në fshat. Ne kemi edhe Lazin në Prishtinë që kemi pas zhallim, dhe cilin tani më e kemi përmbys sepse kemi punuar dhe jemi aktivizuar që të shpalosim këtë program. Pra, gjuha dhe mënyra e punës tonë ka qenë sinqert, ka qenë punë e cila premton organizim të qytetit, planifikim të qytetit, qytet i cili kthehet qytetarit, i cili kthehet fshatit, i cili kthehet lagjës dhe i mundson atyre që qytetin ta shndrojnë në një vend të cilin e duan dhe dojnë të punojnë për të gjithë së bashku, pra normalisht.